Prokuroria kërkon vazhdimin e paraburgimit për 2 pronare të institucioneve private të mbrojtjes sociale aktiv në qendër dhe Aria në Butel. Dyshohet se të moshuarit keq trajtoheshin fizikisht dhe psikikisht, mbaheshin në kushte të këqija, duke ju dhënë edhe ushqime të skaduara. Nga organi i akuzës thonë se janë në fazën hetimore ndaj NJ 47 vjeçe dhe TI 58 vjeçe të dyja nga Shkupi, për shkak të dyshimeve të bazuara se nga viti 2023 deri më 6 tetor 2025, kur edhe u arrestuan të njëjtat, kanë kryer veprat penale keqpërdorimi i vazhdueshëm i pozitës dhe autorizimit zyrtar dhe keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës. Është përreshtruar kërkesë deri tek gjykata penale që tu vazhdohet mbas paraburgimit të 2 të dyshuarave si pronare të 2 shtëpive të kujdesit të moshuarve në Shkup. Jemi në pritje të rezultateve nga ekzaminimet mjekësore të pacientëve të keq trajtuar dhe nga institucionet kompetente vazhdojnë trajtimet e posaçme shëndetësore ndaj atyre pacientëve. Posa të mbaroj faza hetimore, prokuroria themelore do të ngritë akuzat përkatëse për këtë rast. Një muaj më pas ekipi i televizionit 21 vizitoi të 2 shtëpitë e pleqve në qendër dhe në Butel, të cilat ishin të mbyllura. Nga Ministria për Politikë Sociale thonë se të moshuarit që ishin në azilet private aktiv dhe Aria janë rikthyer tek familjet e tyre, e familjet kanë të drejtë të lidhin marrëveshje administrative me institucione të tjera të mbrojtjes sociale. Shumica e të moshuarve janë pranuar nga familjet e tyre, disa janë vendosur në shtëpi të tjera private që plotësojnë kërkesat në përputhje me standardet e përcaktuara, ndërsa një person është vendosur në institucionin publik për të moshuarit Zafir Sajto në komunën e Kumanovës. Pas marrjes në shtëpi të pleqve nga familjarët e tyre, disa tani më janë akomoduar edhe në spitalin e specializuar për geriatri dhe mjekësi paliative 13 nëntori në Shkup. Drejtoresha e këtij institucioni Lençe Nellos ka thënë se janë të mbushura kapacitetet me mbi 400 shtretër, por që kanë gjetur hapësira edhe për të moshuarit nga ato 2 shtëpi private, të cilat kanë pasur edhe diagnoza mjekësore. Не можем да ви кажем конкретно нити бројка, нити состојба, значи ние примаме пациенти кои што се најавени за сместување кај нас, а актуелната здравствена состојба е различна кај луѓето, така што не можам да дадам одговор на ова ваше прашање, немам таква информација. Дали имаше такви пациенти што беа денес? Сигурно дека имаше, меѓутоа не нешто многу. Të dyja institucioneve u janë hequr lejet e funksionit pasi është përcaktuar se nuk i plotësojnë standardet në përputhje me legjislacionin ekzistues. Sektori për mbrojtje sociale në kuadër të Ministrisë së Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë ka përgatitur dhe ka dorëzuar informacion në qeveri, e cila është kompetente për të nxjerrë vendim për revokimin e miratimit dhe themelimin e institucionit privat për mbrojtje sociale të moshuarve.